Festa e Bajramit nuk la pa u kaluar pa incidente nga më të ndryshmet, si aksidente me fatalitet, aksidente pa fatalitet, vdekje në vend të punës, dhunë familje, kanosje e çka jo tjetër. Një aksident me fatalitet ka ndodhur rreth orës 21 në fushë Kosovë, më saktësisht tek semaforët në Bresje, ku vetura e ka goditur një këmbësor i cili ka ndërruar jetë. Dyshohet se këtë aksident e shkaktoi 28 vjeçari Egzon Beriani, ndërsa i vdekur ka mbetur Selim Uçiçi 63 vjeçar. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia, të cilët kanë dalur menjëherë në vendin e ngjarjes së bashku me ambulancën. Sipas policisë thuhet se i dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje, ndërsa viktima ka vdekur në vendin e ngjarjes dhe se trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Dhe se kanë filluar hetimet për shkaqet e aksidentit. Një tjetër rast i njëjtë ka ndodhur edhe në fshatin Zhor. Vetura e ka goditur një këmbësor, por që fatmirësisht këmbësori ka pësuar vetëm thyrje të këmbës së majtë dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Prizrenit për trajtim. Një person është gjetur i vdekur në drenas në fabrikën Feronikeli. Thuhet se i vdekur është gjetur 62 vjeçari Aslan Zogaj nga Novosella e Malishevës. Mendohet se ai është rrëzuar gjersa punonte si roje për një kompani që ishte kontraktuar nga Feronikeli. Pas ndihmës së parë që është dhënë në vendin e ngjarjes, ai është dërguar për spital, ku pastaj vdekja e tij është konstatuar nga mjeku kujdestar. E me urdhër të prokurorit, rasti është hapur si hetim mbi vdekje, kurse trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Një person ka tentuar të bëjë vetvrasje në një fshat të Prizrenit. Thuhet se personi në fjalë ka tentuar të vetvritet nga një mjet i pret, e që fatmirësisht është shpëtuar nga familjarët dhe nuk ka marrur asnjë lëndim. Sa i përket rastit, policia dhe hetuesit kanë filluar hetimet, ndërkohë që prokurori ka udhëzuar që rasti të iniciohet si tentativë vetvrasje. Një ngjarje tjetër ka ndodhur në fshatin Carabregi e Epërm të Deçanit, ku zyrtarët policor kanë qenë cak i kërcënimeve. Dyshohet se 41 vjeçari Arif Binakaj ka refuzuar të prezantojë dokumentet e identifikimit, ku më pas ka kanosur njëri nga policët duke i thënë: "Keni me ma pa sherrin ti dhe shokët e tu." E pas shoqërimit në stacion, ai ka vazhduar akoma me kërcënime ndaj policëve, duke u thënë: "Sa të dalë prej këtu, keni me pa jo, ka me ju vra tanëve, sherrin keni me ma pa." 41 vjeçari pas arrestimit dhe shoqërimit në stacion, me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje. E rastet të dhunës në familje padyshim që ishin të pranishme. Në Graçanic, nëna e ka raportuar djalin e saj për kanosje dhe se ka shkatruar disa orendi shtëpiake. Një tjetër rast ka ndodhur në Malishev, ku thuhet se një grua ka raportuar se është dhunuar fizikisht dhe psikikisht nga bashkëjetuesi i saj pas një fjalosje ku ky i fundit pastaj e ka lënë në mes të rrugës.